Fundit, bloku i 5 për ditën e sotme, edhe kena me folë për showbiz, ka zhvillime ndryshme, ma të komentumet është një postim i Sasa Hodës, e cila në fakt ka nxitur aludime për martesmat, postim pashtu Egli ka folur hapur për ish partnerin e saj Oltin, dërsa Lotina ka konfirmuar shtazanin e saj, muziku po bëhet bab për herë dytë këto, veç disa prej temave që kena me folë. Me një super dyshet ftuar në studio kam mikën dhe kolegën time, Blerina Shoshi, knacimet pas, se tash Blerin nuk përdia me thonë prej emisionit tëna, prej të mëngjes, atë qysh me të prezentu? A prej këtës. Po, dhe fix, prej këtës, a qysh? Halakom, ora 7/mes. Okej, është. Halakom, ora 7, Blerina është në studio, ndërsa nga Telegrafi kam një mikë tjetër dhe një kolege tjetër, Egzona Shigjeqi. Egzon, përshëndetje knacimet pas në Kosova Today. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit. Egzon, po ja nisi direkt me ty bisedës, një postime pas ka bo Sasa Hoda, drejt martesës. Cila është e vërteta? Fakt e kam pat postimin që Sasa e kish publiku në Instastory, pra në Instagram, ku edhe zakonisht ndajnë të famshmet apo personazhet publike të showbizit tonë. Normalisht e pash që ishte më shumë një postim ngacmues se sa që ka të vërteta në atë, sepse pash që kishte kapur një buqet me lule në një prej dasmave apo hengjeve ku ka marrë ajo pjesë, kështu që ndoshta Sasa me këto edhe pak a shumë ja ka parapri asaj që ndoshta do të ketë edhe në vazhdim, po realisht siç e di edhe unë, Sasa është single, sepse nga postimet që ka publiku këto mas Big Brother, postimet që ka shku në përpushime, gjithmonë ka pas aludime se me kë ka qenë, kush e ka shoqëru, po gjithmonë ka sjell edhe një fotografi tjetër, apo i ka hedh poshtë të gjitha ato thashëtheme që janë bërë shpesh në mediat roza apo edhe në rrjetet sociale. Po ndoshta edhe kjo është si një ogor apo i ka parapri nëse veç në vazhdim do të ketë diçka sa i përket jetës private të saj. A dën të diçka Blerin? Edhe unë që shedi Sasa është single nga personat e afërt, sigurisht mundet me pas njohje, po ju diçka zyrtare, ashtu se diçka për mi thonë lidhje. Apo lidhje. Po direkti. Edhe mu do paka shumë si provokim, ose nashta edhe si dëshirë, sepse kushdo që i ka buqetat prej vajzave, është edhe ajo dëshira pastaj që me shku drejt. Ose nashta është një lloj manifestimi, kështu. Manifestim, fix. Okej, shpresojmë që ti del. Për ndryshe, pëndonja pak me ty me folë për Eglin edhe Olsi Bylykun. Unë se kom ditë që tash e mora vesh. Egli ka pas ish partner Olsin, apo? Qysh, se ke ditë? Po jo, dhe se kom ditë, unë kom menu që Egli ka dorë gjithë gjestin. Kom menu që historia e jetës se Eglit fillon me gjestin, po nuk ka qashtu. O, pëse ketë të pra telefonin? Po? Jo, Egli është përfolë shumë edhe gjatë kohës sa ka qenë në Big Brother, madje edhe në momentin që është lidh me gjestin, është komentu ma shumë ish lidhja e saj dhe madje edhe konga që e kam pas gjatë krejt kohës, banorët brenda kur kanë qenë, ja kanë këndu kongën që këta dy vetëse e kanë bashkë, kështu që është ka një histori paksa si e stërgjatur, kështu që dihet në botën e showbizit çdo lidhje që fillon edhe mbaron nuk mbetet brenda qiftit, po brenda portaleve, po që Egli ka tregu gjithmonë mirënjohje dhe në asë një moment nuk e ka hedh poshtë lidhen që e ka pas. A përdori Egli tash Olsin për vëmendje? Të e marë parasysh se nuk e di për projekte, më duket Olsi është ma i suksesshëm se Egli. Në fakt, Egli është konë ma e tërheqën këto ku nga këtë gjitha Pse e ka me një projekt, pra? Mediat, kështu që nuk po besoj që është e përdorë. Nashta ju ka parashtru pyetja e tillë, edhe i ka ra me e përmend, sepse dihet që din me u ngacmu gjithmonë për ish partnerët që i kanë pas, ama nuk po doket, nuk është Egli i marrë që tenton me marrë vëmendje me personat e kaluar. Egzon, a e sheti t'il, unë për vete menaj që këgja e jena të prirur me përfitu prej të kalumës nësë na vynë diçka, si do mas në aspekt në PR të marketing? Po, fillimisht kram për ty që nuk e den edhe për ata, Egli dhe Olsi kanë qenë për 5 vjetë bashkë, kështu që nuk e di që s'ke qenë djeni për këtë raport. E për vëmendje, sa i përket kësaj, ndoshta janë edhe këto ngacmimet që shpesh edhe gazetarët edhe në për media, në për intervista, që tentojnë me prek diku ku
të një temë ose të një situatë që ka qenë edhe shumë e komentume, kështu që raporti i tyne pra ka qenë për vjetë tepër i komentum, për mënyrën, lidhjen, për atë se Egli ka arrit pranë skenë, sepse pikërisht ka qenë ajo kënga që e ka me Olsen dhe në një farforme që e ka sjellë edhe Egli në showbiz. Po tash ai bjen Ka qenë e njohur vetë si partnerja e Olsit e jo që ka pasur ndonjë karrierë ose ka pas prirje për muzikë apo edhe për projektet e saj. E sa i përket kësaj pjesës vëmendjes, normalisht çdo herë kur të ka histori të tilla që bëjmë buj apo janë të egzageruara, normalisht nuk. Po a mundet mu lidh kjo edhe me nej lansim në projektit të Eglit, që kjo përmendja e Egzon, se shërën atë të tretë jena të e folje Eglin për momentin studio. Tash tema ke për Eglin s'kemi. Po dhe tema ke për Eglin, sa ajo e ka bu një lëvizje që mu bo temë, dhe çështja jam është nëse kjo lëvizje ka ndodhur që mu bo temë, sepse ka një projektrisë që ka marrë me ta. Ka bazë që po e thu se zakonisht para projekteve të reja, e kemi folë shpesh në studio, bojnë ngacmime, po në rastin e Eglit, se po dalë si avokate, ama në rastin e Eglit, qysh unë e kom po, nuk është person që tenton me marrë vëmendje. Nëse kish dasht, kish mujt me gjestin se dije që është imazh më i përfolun se sa Olsi. Krejt ja bojnë ashtu, po Eglin nuk ja bojnë ashtu Egzon, se që ashtu po thot Lerina. Mirë, dalim të pyetja tjetër. Mendoj që dhe është e pru pak, sepse atë gjatë që ka qenë e përfolur në Big Brother edhe për gjesten edhe për gjitha ato egzagerimet që i ka pas brenda, dhe po menaj që kjo në është ju ka desht, ose ka qenë një formë e saj që më u shkëput pak prej kësaj. Sepse din që ka qenë shumë e komentume në gjdo hap, në gjdo veprim që ka bërë. Egzon, po në alim po të pysë edhe për dikën tjetër, për një shtatë zani. Jo të gjullët. Jo, po këthejme të Lotina. Po këthejmë pak të Lotina. Pak befasi, sepse nuk e keme vënë re, marë parasysh edhe paraqitjet e saj në televizion, po më duke që nuk ka qenë askush në dijeni për shtatë zanin e saj, po të është shohim në vazhdim, edhe pse nuk po besoj që do të ketë diçka tjetër pa ndonjë dasmë së shpejti. Mendoj që ndoshta pas ardhjes së fëmijës edhe pak më vonë do të ketë diçka nga ana e tyre. Kështu që le ta shijojnë shtatzanin këtë kohë, edhe mendoj që nuk ka diçka më shumë. Edhe pyetja tjetër ke Don Gjoni si Madonna. Don Gjoni, krah Madonës. Krah për krah me Madonën Don Gjoni. Pi Skënderajt në Spotify o fjalla, krah për krah me Madonna, edhe big up për Don Gjonin, respekt për ta dhe për suksesin e tina. Qa ka ndodhe e postoj EP në albumin e fundit në Spotify? Po, e publikoj edhe është një prej albumeve që ka hy në top 10 si më i dëgjum kove të fundit në mesin e yjeve botrore të muzikës, që është një super arritje, nëse nuk gaboj ndër të paret që arrin. Top 10 debutimet globale në Spotify. Top 10 debutimet, është super sukses. Don Gjoni ka qenë edhe më herët viral në rrjetet sociale, ka pas këngë të ti që kanë shku... ka prej daljes ti u kanë viral? Të nkuan, prej momentit parë, edhe ka pas shumë këngë që janë dëgju madje kom pa shpesh herë për kthime të lyp të këngëve të tina. Ky album, me sa duket, kom japu edhe 2 fish ma shumë suksesin. A ke ngu? E kom dëgju dhe më ka përqyre shumë. Cila ke kënga që pëlqej mas shumë ti? Më pëlqej 100 ajo qyshe dhe veç ja kalon, po edhe ajo bashkëpunimi që e pat me atë Gjermanin, jo zonë social. Gzuz, okej, po qaj nëse s'gaboj edhe ajo është me preordhe shqiptare. Unë pëlqej pjesa e Don Gjonit, Gjermanin, për të se kom ngu. Nuk e kom një, kom e ngu albumin edhe besoj që kom ja dhonë një review, po kështu me shokën, nuk ja dhonë online. Egzon! Shumë interesant të bu që po folëm për një krasim as Don Gjonit edhe Madonës. Para menu, kësi krasime na para 15 vjetëve së është menu me u krasu. A ka forma për shambull që ti mund është mi bleq ato klikime në Spotify edhe me kon fake? Për shambull po pjesë. Spotify që shedi është pak ma e vështirë, pra me manipulu me këtë pjesë. Për kundër se në YouTube ta shedim vetë se ka shumë artes, ndështë janë diskutu me mira herë që sa të publikohet një këngë e që pas akoma pa u bë 24 ora arrin 1 milion, po në Spotify më duke që është pak më vështirë dhe ka pak mënyra tjera për me bo këto klikimet. Po në anën tjetër është një arritje nëse veç është të vërtet, si që kemi pa, është një arritje shumë e madhe për një artist shqiptar, në këtë rast Don Gjonin, me u renditi nënti, ku patë edhe emra për lista u kryesu nga Madonna. Kështu që nëse është veç e vërtet, bravo i qoftë.
Edhe në formën se qysh ka arrit me u boj famshëm, po themi ashtu brenda natës, me një paraqitje është goxha sukses i madh dhe me mbrime mbajt, se kemi pa persona që kanë ditë me u bë viral edhe ka qenë 1 muj, 2 muj edhe me aq ka përfundu karriera e tyne, po që Don Gjoni ka mbri me kriju edhe me fut vetën në pjedestalin e artistave, jo vetëm një këngëtar që ka dhezë dhe u haru. Apo do një tash se deri tash më keni dhonë ju mu lojmë, apo do një lajmë ja u dhonë. Dje kom taku personin që do dhaldhesh Big Brother VIP Kosova edicion në radhës. Sa kom ndryshua? Do të ketë një super Se edicion. do të thonë që nuk është në njëni prej tyna, edhe në këtë rast Jonida në ashte. Do të ketë një super edicion se vjetë Exona dhe Vlerina. Une kom sovë kohën kur kom e fillu. Kushtë ti, Jonida, nuk je heq largë, nuk i djetë. Po mendoj që Alaudini do t'jetë sëresh dhe do të ndryshojnë ndoshta Jonida, nuk do t'jetë këtë herë. Alaudini, po në base do të ndryshoj Alaudini Exona. Na është ta s'kena me pas Alaudini më, për shambull. Nuk e besojnë këtë pjesë, ma shumë po e besoj këtë pjesën tjetër, edhe pse ndoshta edhe është befasi. A jemi drejt fundit, ma kalzën të që ta që të lajmë. Dërsa Blerina pas ka edhe një mesazh tjetër. Kur fillon Bigo? Më herët se... Më herët, a? Para dita, mas ditës. Jo, koha më herët se sa që ka fillu në edicionet e kalumë. Përgatitjet vetë se kanë njësë paka shumë, dijet që Klan Kosova nuk ndalet, ekipi i Big Brother nuk ndalet, kështu që na pret një super edicion. Po e shohim që VIP të ri të estradës, po janë gjithmonë ftyra që budalin nga Big Brother, kështu që është një, po them një nderë për persona që marrin pjesë në Big Brother, sepse pastaj fama e tyne po është e pa diskutueshme. Këta personazhe të nkuan po janë të komentu në rrjetet sociale. Është një super casting, është një moment që mund është me ndru jetën, edhe normalisht edhe pak venet lira kanë betë, dërgoni CV tua janë në kënën jeni prej Big Brother, se që atë është adresa e dur, dërgoni edhe në klankosova.info, edhe në krejt emaila tona zyrtare, sepse mundi mu bu pjesë e showt matë madhë, dorën zemër, për deri sa herat kalume kena full gjithmonë dhe kanë fillu Big Brother Albania atë port, ta shëtut e kena ndru sistemin, e kena kalu me klikime, kështë që Big Brother Kosova mujna me full fillimisht. Exon, po ta la pik producentin, pasha zotin e di kush është, deri avën tjetër komentalë. Apo thu për moderator, për prezentus, apo për producent? Për producent, thashën, e kom taku producentin. Unë mendova për prezentus, më duke që e them fillim, kanë më ndryshu. Na është adhe prezentus, kur nuk e den. Dhe këto. Mirë, spekulimet në bezën, sepse edhe spekulimet japin zjarën madh Big Brother, po krejtjo që do një mi dëgju këto spekulime, mos harroni javën tjetër e zbulojna krejt komplet. Zbashu me kolegën ti me Blerinën edhe normalisht me Exonën, kena me thirë prap, Exonë shumë faleminderit me të pasë në Kosova Today. Knatësi, faleminderit. Blerinë gjithmonë knatësi me të pasë dhe ti në Kosova Today. Faleminderit, faleminderit për një temë që se na marrë vesh,